shkojna me BMW GS 1300 2025. Dhe qysh kërët BMW GS 1300 2025 që full se në vëndove di ko paketat. Sot kalu me pas ka shumë pak. Ku e ki modës mërë të këtë, hej? O kjo e ka dhe një vartëri për me prejkë, më ndoke që të një full mund është me fletëru. Për dyshe e ka 140, 145. Display me pas ka shumë të mirë. Që më pëlqen qysh po kur për në rënë shpejtësin qysh po këtësen. Kiki, që të i paske. Në ndodhi edhe kjo bashkë motori. Let's go. Ohoho! Kak. Super, super, super. Paramena, auspujnë për momentin e ka thjeshtet. So normal kjo motor, ja, nuk ka normal. Do më vanë shumë shpejt për mbrinë shpejtësin, 120, 100 so, edhe ty për ta e vëndjenin si kur me konë 70. Pash zhurë me të mirë. Që kështë të thonë plus e ka, auspujnë, e ka normal, të shumë tash akrapovici si dhe të jetë. Dikën që ati këthejëm. Shumë i letë. Edhe në shpejtësit vukla shumë i letë me manevro. Shumë letë. Shumë i mirë. Dëtë mja këthi për onorit me njëherë se veç në qef ma shumë edhe tane mos i kom prekën e najsan, mos ja kom qu edhe në zemjet në dorza, se edhe pas ka edhe në zemjet në këtë në dorza. Në sen që në ka të mirë që ki model që i ka të regusit e filmit i kështë. Respekt maksimal për gjithësi. Quick shifterin, po më duket shumë të njëjtë me pas ka shumë të njëjtë me Stelvjet. Toke që gjomin mundet një qua dhe pak ma shumë. Hehe, ku po donë mëre aty? Respekte! Por kujdes, nga banania.